5 persona kanë rënë në prangat e policisë në Tiranë, pasi u kapën në flagrancë duke transportuar mbi 5 kg kanabis me qëllim shitjen e saj. 2 prej tyre po lëviznin me një automjet tip Audi, ku u gjetën 2 pako me lëndë narkotike, ndërsa 3 të tjerët i ndiqnin nga pas me një tjetër mjet tip Jaguar. Sipas informacioneve, 2 pasagerët që ndodheshin në automjetin tip Jaguar tentuan të largoheshin gjatë ndërhyrjes së policisë. Mësohet se të arrestuarit janë Alban Prendi, 25 vjeç, për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve, Elsat Germaj, 22 vjeç, Shaban Nikoli Germaj, 20 vjeç, vëllezër, Arjan Perleshi, 26 vjeç dhe Egzon Buzalli, 23 vjeç, për veprat penale mos kallëzim të krimit. Bëhet me dije se lënda narkotike me peshë 5.3 kg u sekuestrua bashkë me 2 automjetet dhe 5 celular. Finalizohet operacioni policor i koduar Valiasi, kapen në flagrancë dhe vjen në pranë nga 5 shtetas të përfshirë në një rast të shitjes së 5 kg kanabis sativa. 2 prej tyre po transportonin lëndën narkotike në automjet, ndërsa 3 të tjerët i shoqëronin me një automjet tjetër. Sekuestrohen 2 pakot me kanabis sativa, 2 automjetet dhe 5 celular. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit nr. 5 Tiranë, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për goditjen e veprimtarive kriminale, kanë finalizuar një tjetër operacion për goditjen e një rasti të tentativës për të shitur lëndë narkotike. Gjatë operacionit bazuar në informacionet e siguruara nga burimet operative, shërbimet e policisë kanë ndaluar në Valias 2 automjete të dyshuara, automjetin tip Audi me drejtues shtetasin AP dhe pasagjer shtetasin EP dhe automjetin tip Jaguar që e ndiqte nga pas me drejtues shtetasin EB dhe pasagjer shtetasit SN dhe EG, të cilët tentuan të largoheshin në momentin e ndërhyrjes së policisë. Gjatë kontrollit në automjetin me drejtues shtetasin AP, shërbimet e policisë kanë gjetur 2 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa me peshë totale 5 kg 300 g, që dyshohej se po transportohej me qëllim shitjen, njofton policia.